këtu çështjet e sigurisë dhe shqetësimet europiane janë shumë serioze dhe unë nuk du të mendoj dhe nuk e besoj që Trump është edhe Elon Musk janë naiv përballë presidentit Putin. Por nga ana tjetër, një agent i regjur i KGB-s si Putin, i cili ka përcjell me mandatet e tij disa president amerikan dhe ka qenë i qartë në strategjinë e tij ekspansioniste për të rikthyer territoret ose për të rikthyer lavdinë e ish-bashkimit sovjetik dhe gjithë strategjia ushtarake ruse sot është një strategji që kërkon rifugjizimin e Rusisë. Pra nuk ka qeduar në asnjë kërkesë të tij, ne po habitemi dhe Bashkimi Evropian është i habitur se si Shtetet e Bashkuara në këtë rast, edhe Britania e Madhe është e habitur, Shtetet e Bashkuara në këtë rast nuk janë në të njëjtën linjë me vendet europiane dhe me Europën. Kjo dihet. Kjo është pikpyetja më e madhe. Po është tem tjetër, kjo të jetë shumë i saktë, po është tem tjetër. Kjo është tem tjetër, po kjo nuk mund të ketë një paqe të qëndrueshme, pavarësisht kontributit të presidentit Trump, pa një garanci europiane. Dhe unë besoj që në mosot nesër, Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe do të jenë të përfshira në një mënyrë ose tjetër për... Një pyetje kam unë. Çfarë nuk kupton Bashkimi Evropian kur thotë paqe të qëndrueshme dhe të gjatë? Pra, çfarë është paqja për ta? Pra si e kupton paqen? Konceptin e paqes në Ukrainë. Para herë ata nuk e pranojnë që Ukraina të dorëzohet. Por nuk po flasim për dorëzimin, lëre kapitullimin. Kapitullimi është diçka tjetër që i përket terrenit, ajo nuk ka të bëjë. Po flasim koncepti që ka Evropa që thot paqe të gjatë dhe të qëndrueshme. Cili është koncepti i paqes evropiane në Ukrainë? Mos filloj lufta prapë pas disa ditësh. Mund të pranojnë. Mos çdoj territorin rreth. Të rezistoj për territorin europian. Nuk mund kemi dy faza, armëpushimin. Por është armëpushimi është komplet diçka tjetër. Po flasim konceptin e paqes, koncepti i paqes, sepse këtu kemi një problem. Palët ndërluftuese kanë të dyja koncepte të ndryshme për paqen. Dhe tashmë, cili është koncepti i paqes europiane? E kanë thënë në deklaratën e sotme, sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrainës. Pra, automatikisht kjo bie ndesh me konceptin e paqes që kanë rusët. Dhe kjo nuk do të thotë më marrëveshje paqe, por kjo do të hajde bëjmë luftë që t'i marrim territorin që na ka marrë. Domethënë që paqja s'ka për të pasur. Europianët nuk janë dorëzuar, pra, edhe sot. Po nuk është dorëzim. Europianët po duan, europianët nuk kuptojmë gjë. Këta europianët, ta liderët evropianë që thonë ju i quani lider, unë i quaj peder. Këta thonë hajde, këta thonë hajde të luftojmë neve derisa të mbarojë Ukraina si i fundit. Ndërkohë që Trumpi po thotë një gjë të qartë, nuk ka as Evropa, as Ukraina, as neve kapacitete, po që se nuk angazhojmë me ushtar amerikan, që ta ndalim Rusinë dhe t'ja marrim territorin që ka marrë. Në rast se e vazhdojmë, Ukraina do të humbasë më shumë. Pra, ta ndalim këtu ku është dhe të shpëtojmë këtë që ka mbetur. Në rast se do të vazhdojë, nuk ka për të mbetur më asgjë, sepse nuk ka kapacitet Evropa, i ka llafe, kapacitet ushtarake i ka zero për të përballur